Big Mama nuk I mban dot lotët në ceremoninë e homazheve për mikun e saj të ngushtë, Shpat Kasapi. Këngëtari I njohur Shpat Kasapi ndëroi jetë në moshën 40 vjeçare si pasojë një ataku në zemër. Artisti do të përcillet për në banesën e fundit, ndërkohë që homazhet janë caktuar të zhvillohen në Pallatin e Kulturës në Tetov në orën 11:00. Big Mama u shfaq thellësisht e prekur, me lot në sy gjatë ceremonisë së homazheve. E veshur me rroba të zeza, ajo qëndroi pranë të pranishmëve, duke marrë ngushëllimet dhe duke mbajtur një shami në dorë, ndërsa emocionet nuk I lejuan të fshihej pas një qetësie të jashtme. Në dorë mbante edhe një fotografi bardhë e zi të Shpatit, që simbolizonte kujtimin e përhershëm dhe vendin special që ai do të kishte gjithmonë në zemrën e saj. Big Mama dhe Shpati ishin miq të ngushtë dhe kolegë që prej vitit 1997, duke bashkëpunuar shpesh në programe festive. Ajo ka treguar se pak ditë para ndarjes nga jeta, Shpati kishte shprehur dëshirën që ata të këndonin së bashku këngën saj zeza. Pas ceremonisë, procesioni mortor do të vazhdojë drejt varrezave të qytetit, ku dhe do të kryhet varrimi I Kasapit në orën 14:00. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.